3 persona janë arrestuar brenda një dite në Gostivar si rezultat i disa aksioneve të ndara policore. Rastet përfshin shkelje të trafikut rrugor, posedim të substancave të dyshuara dhe dhunë në familje, duke reflektuar ndërhyrjen e shpejtë dhe të koordinuar të autoriteteve për të ruajtur rendin dhe sigurinë në qytet. Sipas njoftimit të policisë, dje në orën 11:50 në rrugën Tetov Gostivar tek pika e pagesës rrugore në Gostivar, zyrtar policor nga stacioni policor për sigurinë në trafikun rrugor në Gostivar kanë privuar nga liria personin me inicialet IE 18 vjeç nga Vrapçishti. Gjatë kontrollit, zyrtarët policor kanë ndaluar automjetin e udhëtarëve Rover me targa të Gostivarit, të cilin ai e drejtonte, dhe pas kontrolleve të kryera është konstatuar se e ka drejtuar automjetin pa pasur leje drejtimi. Vetura është konfiskuar ndërsa ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të plotë të rastit do të vijojë kallëzim përkatës sipas nenit 297 të kodit penal. Rasti i dytë ka ndodhur po ashtu dje në orën 13:30 në rrugën rajonale Mavrov-Rostush tek vendi i quajtur Hani i Pristojnicës, ku zyrtar policor në stacionin policor Rostush kanë privuar nga liria personin me inicialet GB, 43 vjeç nga Shkupi, sepse gjatë kontrollit të ushtruar në automjetin e udhëtarëve Audi me targa të Shkupit, të cilin ai e drejtonte, është gjetur dhe konfiskuar lëndë e bardhë pluhur. Ai është ndaluar në stacion policor dhe pas dokumentimit të rastit do të vijojë para shtresa përkatëse. Ndërkohë, në rastin e tretë që ka ndodhur po ashtu dje në orën 15, zyrtar policor nga Departamenti i Punëve të Brendshme në Gostivar ka privuar nga liria personin me inicialet MM nga Gostivari, duke vepruar sipas denoncimit paraprak nga bashkëshortja e tij 48 vjeçare se e ka sulmuar fizikisht në shtëpinë e tyre familjare. Ai është ndaluar në stacion policor dhe pas dokumentimit të rastit ndaj tij do të vijojë kallëzimi përkatës. Autoritetet bëjnë të ditur se pas dokumentimit plot të gjitha rasteve do të ndërmerren procedurat ligjore përkatëse ndaj personave të përfshirë.